Ka vetëm problem në procedurat e tenderit. Mjetet financiare janë të gatshme për të ndërtuar rrugën Muriqan-Ulqin, duke krijuar kështu lidhjet më të mira të Ulqinit me Shkodrën, është shprehur kështu Ministri i Transporteve i Malit të Zi, Ivan Brajović. Për fat të keq për shkak të procedurave të tenderit çdo gjë është shtyrë. Ne kemi gjitha mjetet e siguruara për realizimin e projektit, edhe me buxhetin e vitit kaluar, edhe me këtë buxhet. Këto janë procedurat e tenderit kur ka edhe kaq shumë konkurrencë. Ne aktualisht jemi duke punuar në hartimin e projektit nga Vladimiri në drejtim të Tivarit. Dhe natyrisht, rruga Kryth-Ulqin do ndërtohet. Mjetet financiare janë të siguruara, parat janë aty dhe është vetëm çështje procedurale. Ne do e ndërtojmë atë rrugë sepse është shumë e rëndësishme dhe se kështu pikën e kalimit kufitar të Muriqanit e mbulojmë me infrastrukturë rrugore dhe gjithsesi. Rruga në drejtim të Ulqinit ka një rëndësi të veçantë. Ne këtë investim do e bëjmë dhe kjo është e sigurt. Pika e kalimit kufitar Muriqan-Sukubin është unike në rajonin e Ballkanit, pasi është e përbashkët dhe investimet në infrastrukturën rrugore për të lidhur Ulqinin me Shkodrën janë më së të domosdoshme.